Këngëtarja Parashivi Simaku ka festuar Pashkët, teksa ka rrëfyer kujtimet më të bukura të familjesë së saj. Përmes një video në rrjetin e saj social Facebook, Parashivi Simaku shpreh se kujtimet e saj më të bukura të familjesë lidhen me festën e Pashkës dhe të gjyshit të saj. Teksa i qesh fytyra ikona e muzikës shqiptare kujton gjyshin e saj që vinte në shtëpi me baston dhe traditën e drekës së Pashkës. Kujtimet më të mia që kam të familjesë është kur vinte gjyshi im me një baston që jetoi 105 vjeç. Babai im dante një qenj me vëllain e tij, sa ta ndiqnin dele si çoban dhe e kishin për gjuna të hanin një qenj, një djalë dhe një qenj një tjetër. E ndanin në gjysmë, ne nuk hanin kurrë mish qenjë veç Pashkëve. Gjyshi im vinte me baston, 2-3 orë ecte, vinte në shtëpi dhe hante mish qenjë dhe byrek me qumësht, i dridheshin duart dhe këndonte këngët e bukura, të shpreh këngëtarja, teksa duket mjaft nostalgjike. Na duhet të kujtojmë se jeta e Parashivi Simakut ndryshoi si nata me ditën, falëndimës së biznesmenëve shqiptar anë mban botës. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.